تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ne bi'idhnillahi ta'ala vazhdojmë në këtë libër madhështor al-Muharrar fil Hadith dhe e përfunduam domethënë në mësimin e kaluar librin e Haxhit, Kitabul Hajj, dhe ato kapituj domethënë që lidheshin me çështjet e Haxhit, yarhamakallah. Dhe këtu autori Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah fillon domethënë një libër i ri në renditje domethënë të al-Muharrar fil Hadith. Thot autori rahimahullah: Kitabu s-sajdi wa dhebaih. Kitabu s-sajd wa dhebaih, libri i gjuetis dhe i kafshëve të therura. Libri i gjuetis dhe kafshëve të therura. Këtu Ibn Abdul Hadi rahimahullah ka sjell një kapitull që ka titulluar domethënë me librin, domethënë Kitabu s-sajd wa dhebaih, libri domethënë i gjuetis dhe i kafshëve të therura. E ka përmend këtu hadithin e parë që është në renditje të këtij librit, hadithi 753, ku thot autori rahimahullah: an Zuhri, an Abi Salama, an Abi Huraira radhiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة رضي الله عنه فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. Në këtë hadith që transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush mban një qen përveç një qeni për bagëti ose gjueti ose për ruajtjen e të mbjellave, do të thonë e tokës, atij i paksohet nga shpërblimi i tij çdo ditë nga një qirat. I paksohet domethënë nëse domethënë e mban qenin e tij jashtë këtyrve nevojave që u përmendën në këtë hadith, atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtij personi domethënë i paksohet nga shpërblimi i tij çdo ditë nga një qirat. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah në fillim të shpjegimin të këtij hadithit se mbajtja e qenve nuk lejohet për vetëm se për këto dobi të lartë përmendura në këtë hadith, që është domethënë çështja e gjuetis, e bagëtive dhe domethënë në tokën që njeriu domethënë e punon. Vetëm për këto domethënë në 3 raste lejohet domethënë që njeriu me mbajt qen. Për ndryshe domethënë i paksohet domethënë në shpërblimi i tij. Po ashtu thot Sheikh Zejdi rahimahullah, dhe kësaj gjykimit dhe kësaj përjashtimit, se domethënë këto sende, gjuetia, bagëtia dhe tokën që e përpunon njeriu janë përjashtime, se baza është haram, baza e të mbajturit së qenit është e ndaluar. Por sheriati domethënë ka sjell disa përjashtime. Ato përjashtime domethënë me pas njeriu bagëti, me pas domethënë në një fermë, edhe me pas domethënë në diçka që e përdor qenin për gjueti. Këtu në këtë gjykim, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, i bashkangjitet edhe çështja domethënë të nevojave të domosdoshme që i ka njeriu nëse jeton në shkretir ose do një fush larg vendbanimit. Atëherë bën dhe lejohet me mbajt njeriu një qen për mbrojtjen e shtëpisë dhe mbrojtjen e familjes së tij, domethënë prej hajdutëve dhe të ngjajshme.
dhe prej, domethënë, në kafshave të egra që mund të doshta edhe ta sulmojnë. Domethënë, nëse jeton njeriu larg vendbanimit, larg qytetit, dhe shtëpia e tij është e larguar, domethënë në fushë ose në shkretir, atëherë edhe në raste të tilla vlen ky përjashtim, që lejohet domethënë me mbajt njeriu domethënë në qenë, përndryshe domethënë nuk lejohet, nuk lejohet, sepse përmban shumë dëme. Përmban prej dëmeve që janë përmendura është edhe këtu në këtë hadith, që njeriu domethënë i paksohet shpërblimi, shkaku i mbajtjes së tij së qenit. Kjo qirat, sepse kjo fjala qirat ose qiratan është përmendur te hadithi që kush e fal xhenazën dhe rin deri në fund, domethënë e ka shpërblimin derisa të varoset, domethënë i ka si 2 qiratan shpërblim. Dhe është pyetur pejgamberi alayhi salatu wassalam se sa i madh është një qirat, ka thënë domethënë më i vogël është se një mal domethënë në sa Uhudi. Por dietarët kanë thënë se kur bëhet fjalë për shpërblimin, atëherë Allahu subhanahu wa taala është domethënë më i mëshirshëm ndaj robërve të tij dhe i shpërblen domethënë jo aq edhe sa që meritojnë, po edhe më shumë u jep. Por kur është pjesa e dënimit, atëherë domethënë nuk është e njëjta, po thotë Sheikh Abadi rahimahullah, hafidhahullah, është domethënë miqdar, një vlerë domethënë që Allahu a'lem sa është, por në edhe qoftë e madhe, po edhe nëse është e vogël, e është njeriu në dijeni se atit i paksohet shpërblimi çdo ditë. Edhe ajo është dëm, edhe nëse është domethënë një pjesë e vogël të shpërblimit, prapë domethënë ai dëmi e përjeton ai çdo ditë. Dhe i ka pasojat të atij dëmi domethënë çdo ditë. Atëherë, më mirë domethënë me i largu kësaj çështjes, dhe po ashtu thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, se ka dëme dhe të tjera që nuk hyn me laçet. Nëse ai e mban kot, pa nevojë, pa domosdoshmëri, atëherë domethënë në atë shtëpi nuk hyn ose në atë banesë nuk hyn me laçet. Dhe po ashtu dëme tjera që përmban ai domethënë pa pastërti me vete, që ka domethënë pa pastërti domethënë. Po ashtu Imam Uthemini rahimahullah thot se këtu u përmend domethënë me një takhadha kelben. Kelb këtu është i pashquar. Në gjuhën arabe kelb, nuk është el kelb, po është kelb. Në mënyrë domethënë formën të pashquar. Që do thot, çfarë do qoftë lloji i qenit, a është i bardhë, a është i zi, a është i kuq, a është gamali i sharit, a është gamali i korapit, a është gamali i Zvicrës, e ku e di çfarë? Është domethënë indaluar, haram. Për vetëm se me këto përjashtime, Dhe thot Sheikh Uthemini rahimahullah se në bazë të këtij hadithit që e shohim këtu, e kuptojmë domethënë se sa mendje lehtë dhe sa dobësi kanë ato njerëz në logjikën e tyre që mbajnë qenë pa nevojë. Dhe kjo tregon, aludon thotë Sheikh Uthemini rahimullah, ata njerëz, ata kanë dobësi në logjikën e tyre dhe dobësi fetare, sepse kjo është nga aspekti fetar i ndaluar. Po edhe aspekti i logjikës së së ndosh, domethënë nuk e pranon që njeriu me majt kot një qenë që ka shpenzime, që ka harxhime, edhe thotë Sheikh Uthemini rahimullah prej budallakisë së tyre dhe çmendurisë së tyre është që ata për zgjedhin për qenë e tyre mishin më të mirë. Ndoshta ata vetë hekin, po qenit japin domethënë në mish cilësor. Kjo është domethënë nga mendjelehtësia dhe budallakia domethënë. Dhe bile thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, çështja e tyre shkon aq larg, saqë ata domethënë nga mirëmbajtja e qenit çdo mëngjes e lajnë dhe e krefin dhe e thajnë. Dhe bile edhe në Zvicër dhe në ato vendet e perëndimit mbajnë me vetë ato domethënë
lloj plastike dhe nailona, që kur ai qeni domethënë e bën atë vetën çka e bën, ata ja pastrojnë. Ndoshta fëmijëve së tyre nuk ja bëjnë, po qenit ja bëjnë. Edhe pastaj ti na tregon neve pralla për zhvillimin dhe përparimin e kështu me radhë. Kjo tregon domethënë në mendje lehtësi të skajshme. Dhe po ashtu edhe dobësi domethënë në fe, sidomos thotë Sheikh Uthemini rahimullah që për ata njerëz domethënë dobësim në fe, që edhe i imitojnë njerëzit të kufrit. I imitojnë domethënë njerëzit të kufrit, por këtu shihet qartë domethënë dhe kjo ta tregon ty domethënë thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, urtësinë e Allahu subhanahu wa taala ku ka thënë el khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Të prishurat janë për të prishurit dhe të prishurit për të prishurat. Ose të fliqurat, domethënë, që janë të fliqme, janë për të fliqurit. Të papastrat janë për të papastrit e kështu me radhë. Edhe plus thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, ai i prishuri, ai që ka domethënë liksin, të liktët mundet edhe të përmendet këtu, të përkthehet, ai i likti, njeri i ligët domethënë në shpirtin e tij, nga liksia e shpirtit së tij, ai lidhet edhe me çështje të likta. Kur e ka i shpirtin e tij të ligët, ai lidhet po ashtu domethënë edhe me çështje të likta. Prandaj, për shkak se shejtanët janë të ligët dhe janë të prishur dhe të fliqur, ku e kanë vendi kurin ata më së shumti? Në vende domethënë ku kryhen domethënë nevojat e madhe dhe e vogël. Pse se ai vend është i fliqur dhe i ligët, edhe ai përshtatet për natyrën e tyre, domethënë që e kanë ata. Ka edhe prej muslimanëve lilesef el shedid për keqardhje, domethënë hyn në banjo dhe lexon gazeta aty. Edhe rinë me orë të tëra ndoshta. E kap ndoshta edhe gjumi. Kjo nuk është shenjë e mirë. Kjo nuk është shenjë, domethënë, e mirë. Pastaj thot Imam Uthemini rahimahullah se në këtë hadith mire domethënë edhe përjashtimi ato qend që i mbajnë policia. Megjithatë se Imam Ibn Baz rahimahullah thot kjo çështje duhet të rishikohet mirë. A bën domethënë ato qend e policisë të mbahen ose jo? Po Imam Uthemini rahimahullah ka mendimin domethënë se lejohet mbajtja e qendve të policisë. Që ata i kërkojnë domethënë me ato qend ato domethënë hajdutët. Po thot Imam Uthemini rahimahullah, nëse një qend i stërvitur, se këtu flasim tash domethënë do e shohim dallimin mes qenve të stërvitura, të trajnuara që kanë dije dhe qenve që janë gjahila. Po Imam Ibn Qayyim rahimahullah ka thënë el kelb el alim wal kelb el jahil. Shikoni, desha pak ma vonë me va lexu. Thot Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Allahu i lartësuar e ka bërë gjahun e qenit të pamësuar një coftin të ngordhur, të cilën është ndaluar ta hash, ndërsa e ka lejuar gjahun e qenit të stërvitur. Edhe kjo është një prej shenjave të fisnikërisë së dijes. Nuk lejohet veç se gjahu i qenit që është mësuar, kurse gjahu i qenit të pamësuar nuk lejohet të hahet. Kjo tregon fisnikërinë dhe vlerën e dijes. Allahu i lartësuar thot: Yes'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru isma Allahi 'alayhi wattaqullaha inna Allaha sari'ul hisab. Përkthimi është të pyesin ty se çfarë u është lejuar atyre. Thuaju, ju janë lejuar gjërat e mira dhe gjahu i atyre kafshëve që i keni stërvitur për gjuhëti, duke u mësuar atë që Allahu ju ka mësuar juve. Hani pra nga ajo që ato kapin për ju dhe përmendni emrin Allahun mbi to dhe keni frikë Allahun, vërtet Allahu është shpejt në llogari. Thot Imam Ibn Qayyim rahimahullah në vazhdim. Po të mos ishte veçoria, vlera dhe fisnikëria e dijes dhe mësimdhënies, atëherë gjahu i qenit të stërvitur dhe qenit të pamësuar do të ishin i njëjtë. Do të ishin domethënë i njëjtë. Kjo tregon domethënë që dallimi është edhe në mes kafshëve të qeni
qeni i stërvitur ka pozit tjetër në fen ton, në sheriatin e Allahu subhanahu wa taala, nga qeni i pastërvitur i pamësuar. Sa që do më thonë gjahu i ati tjetrit të pastërviturit është haram ta hash. Është softin. Kurse të stërviturit është halal. Kjo, kur dallon do më thonë mes kafshve, si është do më thonë mes njerëzve, ai që din dhe ai që s'din. Ai që din dhe ai që s'din, kjo tregon do më thonë për vlerën e dijes dhe pozitën e dijes, dhe që njeriu do më thonë të angazhohet me dije dhe të do më thonë të lodhet në kërkimin e dijes. Do e shohim tash në vazhdim, do më thonë këtu e shpjegon Imam Uthemini rahimahullah se çfarë nënkuptohet me qenë i stërvitur dhe i trajnuar. Çfarë nënkuptohet? Do më thonë çfarë kushte i ka? Se përmend Imam Uthemini rahimahullah kushtet e qenit të stërvitur. Që dallon ai nga qeni do më thonë i pastërvitur, nga qeni ignorant. Barakallahu fikum. Thot Imam Uthemini rahimahullah këtu. Nëse qeni i policisë, i cili është i stërvitur, e kap një person, do thonë i lishohet, edhe me policin, kapet ai. A merret kjo do më thonë në veprimtaria, këtu thot Imam Uthemini shahada, dëshmia do më thonë. A merret dëshmia do më thonë e këtij qenit në mënyrë absolute, se me të vërtet ajo është hajduti i kërkuar? Jo, thot Imam Uthemini rahimahullah. Është një farë lloj indicia, shenjë treguese, po nuk është do më thonë në argument final, argument përfundimtar, që me të vërtet ai tjetri është hajdut, po është një indicie që ndihmon do më thonë në zbulimin atij tjetrit. Pastaj, hadithi i radhës, është hadithi Adi ibn Hatimin radhiyallahu anhu, ku i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka qenë të stërvitur. Ai posëdon thon disa qenë të stërvitura, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: tash vjen këtu në këtë hadith domethënë në rregullat e gjuetisë me qenë të trajnuar. Dhe po ashtu edhe me shigjet domethënë. Se si njeriu domethënë dhe këtu hyn edhe ajo rregulla e gjuetis me pushk, si që e shpjegon edhe Sheikh Zejdi rahimullah. Këtu i thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: idha arsalta kalbak fadhkur isma Allah, fa in amsak alayk fa adraktahu hayyan fadhbahhu, wa in adraktahu qad qatala wa lam ya'kul minhu shay'an fakuluhu, wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghayrahu wa qad qatal fala ta'kul fa innaka la tadri ayyuhuma qatala. وإن رميت بسحمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سحمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه ولفظه لمسلم. Në këtë hadith madhështor që transmeton Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, ku fillimisht i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për qenë të tij të stërvitur, atëherë thot pejgamberi alaihi salatu wasalam: kur ta lishosh qenin ton i stërvitur për gjueti, përmend emrin Allahut. Kur ta lishosh që në momentin e lishimit, domethënë, kur e lishon, edhe kjo është prej kushteve që dallon qenin nga qeni i pamësuar. Që kur ta lishosh, thot Imam Uthemini rahimullah, ai shkon domethënë mas asaj, mas gjahut. Jo ti e lishon ai rin. Edhe thot Imam Uthemini rahimahullah, demekse ta bën unë mire kam kështu. Vetëm shkon kur është vetë domethënë i uritur. E kuptuat? Se qeni domethënë i pastërvitur, ai i lishohet gjahut kur ai vetë është i uritur, kur ka nevojë për mish. Ama kur e ka në rregull barkun, nuk lishohet. Rin aty. Ky domethënë nuk është prej kushteve, prej shenjave që është qeni stërvitur. Domethënë, prej shenjave është idha arsalta kalba, kur e lishon domethënë me vërtet ai fillon ec mas asaj gjahut. Përmend emrin Allahut. Kjo do të thonë në momentin kur e lishon, e përmend emrin Allahut. Bismillah. Thotë Sheikh Zeid rahimullah, thosh Bismillah. Jo Bismillahirrahmanirrahim, por Bismillah. Kjo do e shohim tash edhe në vazhdim edhe shigjetën. Edhe atë tjetrën si quheshte. Jo, ajo tjetra
ajo shtizën, ahsen, edhe shtizën, edhe pushkën, në momentin domethënë kur e lishon, thua njeriu e thot domethënë bismillah. Ka mundësi për shembull që kur e lishon ti qenin sidomos, ai e kërkon nga 1 orë, 2. Kurse e vërteta është që te kafshët kur theren, bëhet bismillah, thuhet në momentin kur theret. Kurse kjo e ka kërku 1 orë, 2 orë, do shta thot që Uthejmini rahimahullahu ke lishun sabah, aja e ka kap në drejk. Po këtu është domethënë prej lehtësimeve dhe përjashtimeve të shariatit madhështor, që kjo është një gjë që shumë është e ngarkuar, e ngarkon mbi mundësive njeriu. Që ai me ec në shpejtësi me qenin e tij, që kur e kap qeni atë gjahun, edhe me thënë atëherë bismillah. Prandaj mjafton me thënë në momentin kur e lishon. Pastaj a e kap për 10 minuta, a e kap për 5 orë, është diçka tjetër. Ti e ke thënë dhe është në rregull, është në rregull. Edhe shikoni barakallahu fikum, këtu flasim domethënë në kjo është libër që ky dietar domethënë e ka ndajt, ka thënë në Kitabu Saidi wa Dhabaih, libri i gjuetisë dhe kafshëve të therrura. Që në Islam domethënë ka rregulla se si trajtohet gjuetia, si bëhet gjuetia. Domethënë, pastaj do e shohim edhe në vazhdim që ti jesh një domethënë gjuetar, të kesh njohuri, duhet të kesh trajnu vetën tënde, me bo ushtrime. Ato ushtrime, a bëhen me kafshë të gjalla, që ti marrë si shënjestër edhe i godit ata, edhe thësh, unë po ushtroj dhe pregaditem, që të bëjmë domethënë gjuetar të madh. Jo, do shohim në vazhdim. Kjo është madhështia e fesë sonë, barakallahu fikum. Atëherë në vazhdim, domethënë, shikoni tash domethënë, edhe kjo tregon domethënë se është e pamundur që kjo fe të jetë pi një njeriu domethënë. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, nëse ai e kap atë kafshën për ty, dhe ti e arrin atë ende gjallë, kafsha është ende gjallë kur e mbrin ti atje, atëherë there ti kafshën. Nëse arrin dhe e gjen se e ka vrar, por nuk ka ngrën asgjë prej saj, atëherë haje. Por nëse e gjen qenin tën, nëse e gjen domethënë me qenin tën, një qen tjetër, dhe gjahu është vrar, mos ha, sepse nuk e di se cili prej tyre e ka vrar. Po ashtu kur të gjuash me shigjetën tënde, përmend emrin Allahut. Nëse gjahu humbet nga sytë tu për një ditë dhe më pas e gjen, duke mos parë në të veç se gjurmën e shigjetës tënde, atëherë haje, nëse dëshiron. Por nëse e gjen të mbytur në një ujë, atëherë mos e ha. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah, se ky hadith domethënë është argument se me çfarë mjete, me cila mjete domethënë bëhet gjuetia, me qen, me shtiz, me shigjet, dhe ata domethënë që e marrin rolin e këtyrve si pushka e të ngjashme. Pastaj thot Sheikh Zejdi rahimahullah se është domethënë kushti që ajo domethënë gjahu, ajo kafsha të jetë e lejuar që kur e lishon njeriu domethënë kafshën e tij e përmend emrin Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu edhe të jetë qen i trajnuar, qen domethënë i stërvitur për këtë domethënë në punë. E nëse ndodh që qeni e ka kap gjahun dhe ka hëngër, e ka ngrënë domethënë një pjesë, ose diçka e vogël, atëherë nuk lejon ta hash ti atë. Se ai e ka kap për vete, jo për ty. Se qeni i stërvitur, zakonisht ndodh ndonjë përjashtim. Edhe me këto kushte që i përmend Imam Uthejmini rahimullah, këto domethënë në shumicën e rasteve, që ndodh edhe qeni i stërvitur, që ndonjëherë domethënë me kalu kufirin. Me kalu edhe me ngrënë atë domethënë kafshën. Atëherë nëse ka bën një gjë e tillë, nuk lejohet domethënë për ty ta hash atë kafshë. Atëherë mbetet për atë, për qenin. E nëse ka kap, e ka vra, po s'ka hëngër gjë prej saj, është për ty. Bon domethënë, bon ta përdorish dhe ta hash.
Këtu, Imam Uthemini rahimahullah thot, sa i përket domethënë qenit të stërvitur, i ka ato 3 kushte. Kushti i parë është kur e lishon ai ec mas gjahut. E kërkon. Kur e lishon ai ec domethënë. E kupton domethënë se duhet me e kërku, duhet me domethënë me ec. E para. E dyta, kushti i dytë është kur e ndalon me qortim, ai ndalet. Se ndonjëherë domethënë ndodh që ti e lishon, po pastaj e qorton. Ndal. Nëse nuk e ka këtë domethënë, nuk e përmbush kushtin për kushteve të qenit të stërvitur. Që kur qortohet, e di domethënë se duhet me u ndal. Duhet domethënë ti përmbahet urdhrave të pronarit të tij. Dhe e treta thotë Shekhu Uthemini rahimahullah, është domethënë kjo flasin domethënë në shumicën e rasteve. Ka përjashtime. Kur ai e kap gjahun, nuk e han për vete, por e mban domethënë për pronarin e tij. Këta janë domethënë 3 kushtet që tregojnë domethënë se qeni është domethënë i stërvitur, se është qeni domethënë i stërvitur. Po e përmend këtu Imam Uthemini rahimahullah një situatë, se këtu u përmend te hadithi domethënë këtu, nëse gjen domethënë me qenin tën një qen tjetër të huaj, atëherë mos e ha, mos e përdor për ushqim mishin e saj, sepse ti nuk e di kush e ka vrarë. Po nëse ai qeni i dytë vjen pronari i tij, edhe ai është domethënë ka dalë për gjuhë e tij. Njëri është domethënë në njërin anë të malit, tjetri në anën tjetër. Edhe bashkohen ata 2 personat, edhe e kuptojnë edhe i pari edhe i dyti se i kanë qenë të stërvitura. Po nuk e din kush e ka vrarë kafshën. Atëherë kujt i takon ajo? Po, e ndajnë për gjymës. E ndajnë domethënë për gjymës. Po thot, po ashtu edhe Shekhu Uthemini rahimahullah, nëse ndodh situata që ti e përcjell domethënë atë gjahun me dylbi, edhe e sheh domethënë me siguri të plot dhe bindje se me vetë qeni yt ka qenë që ka kap dhe ka vra. Edhe pse ka pas qenë tjera aty. Atëherë është e lejuar domethënë ta hash atë edhe ta përdorish mishin e saj. Po thot, çështja e shigjetës domethënë, thot Shekhu Uthemini rahimahullah, ose edhe shtizës, që është ajo më e rëndë domethënë. Kushti që me qenë ajo kafsha e lejume, kushti është që me godit kafshën e synuar me pjesën e mprefme përpara që ka të hekurin. Nëse ti kur e ke gjujt, edhe e godit thot që habati domethënë në anësh, me gjatësin domethënë, se ke godit domethënë me atë prefmen përpara, po me atë gjatësin, ata nuk lejohet ajo kafshë, ajo është ngordhme, e ngordhur. Nuk është domethënë nuk llogaritet te kafshëve që ke bë gjuhëti. Edhe nuk lejohet domethënë mishi i saj. Shikoni domethënë dallimin. Varet me cila pjesë të shigjetës ose shtizës e kap, a është atër kafsh që bën me aha mishin e saj, ose nuk bën domethënë të përdoret mishi i saj për ushqim. Pastaj hadithi i radhës, që lidhet ngushtë me këtë hadith që kaloj, është po ashtu në Sahih Muslim, an Abi Tha'laba radiyallahu anhu, anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qal: "Idha ramayta bi sahmik fa ghaba anka fa adraktahu fa kulhu, ma lam yuntin." Këtu është përkthimi i hadithit, është kur ta gjuash me shigjetën tënde dhe gjahu të humbe do thon nga sytë e tu, pastaj ta gjesh, atëherë haje përderisa nuk është prishur, përderisa nuk është kalbur mishi. Kjo tregon domethënë
krahës këtyre kushteve këtu domethënë, që me kap me qen, ose me pushk, ose me shigjet, ose me shtis, edhe si duhet domethënë të jetë ajo, përmendja emrin Allahu subhanahu wa taala dhe të jetë qeni i stërvitur, po ashtu është kushti që të jetë e lejuar me ngranat mishin, mos jetë i prishur. Shenjë e prishjes së mishit është mi ardh erë. Atëherë jo me thënë ti, po unë u lodha mas kësaj tash, edhe për inat ka me hangër unë atë. Jo, kjo është budallaki, kjo është mendjelehsi, domethënë. Shko kërko një tjetër, se e vret vetën, e mbyt vetën ti pastaj, e helmon vetën. Shikoni, do thonë sheriati si kujdeset për njeriun. Që maksimumi, se mundet për shembull thotë një ditë, po është përmendë edhe transmetime tjera edhe 3 ditë. Po 3 ditë ose një ditë është përmendë domethënë si shembull. Po maksimumi domethënë afat gjatësia është çështja e mishit, domethënë kur e gjen, a i vjen erë të keqe, a nuk i vjen. Mundet me ndodhë edhe 5 ditë, nëse është dimrit për shembull, akëll, bor, ajo që ndonë ma gjatë, nuk prishet. Atëherë domethënë çështja është kufiri, nëse është verës, mundet me qenë edhe një ditë prishet mishi, brenda ditës. Prandaj, kufiri është prishja kur prishet mishi. Prishja është, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, që fillon domethënë mi ardh erë keqe. Kur vjen era e keqe, do thotë domethënë se është shenjë që është mishi i prishur. Edhe zgozon ta hash, se mundesh domethënë mundesh me e dëmtu veten tënde. Mundesh me dëmtu veten tënde. Pastaj hadithi i radhës, thot Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah, عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أعرابيا يقال له أبو ثعلب قال يا رسول الله إن لي كلاب مكلبة فافتني في صيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك قال ذكي وغير ذكي قال ذكي وغير ذكي قال وإن أكل من قال وإن أكل من قال يا رسول الله أفتني في قوصي قال قل ما ردت عليك قوسك قال ذكي وغير ذكي قال ذكي وغير ذكي قال وإن تغيب عني قال وإن غاب عنك ما لم يضل أو تجد فيه أثر غير سحمك رواه أبو داود والدارقطني وإسناده صحيح إلى عمر وقد أعل. Ky hadith që transmeton Amr ibn Shuaib nga babai i tij, nga gjyshi i tij, se një prej beduinëve që i thuheshin njerëzit e Abu Tha'laba, i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kam qenë të stërvitur. Dhe dua domethënë me më dhën fetva, me më dhën domethënë përgjigje në lidhje domethënë me gjuetin me ta, me bo gjueti. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, nëse ata domethënë qenë të stërvitur, e kapin gjahun, atëherë bon domethënë me ngron. Atëherë ai i tha, qoftë e therur ose pa therur, ai tha domethënë, atëherë i tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, qoftë e therur ose edhe mos me e therr. Mjafton ajo domethënë. Pastaj thot Abu Tha'laba, edhe nëse ai vet ka ngron qeni, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, edhe nëse ka ngron. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi Abu Tha'laba i thot, o i dërguari i Allahut, më trego domethënë për harkun tim, për harkun, për shigjetën e kështu me radhë. Atëherë i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me hangër me ngron atë që e ze domethënë që e kap harku yt. Ai pyet, qoftë i therrur ose i pa therrur, thot pejgamberi alaihi salatu wasallam, qoftë i therrur ose i pa therrur. E nëse humbet nga sytë e mi, thot Abu Tha'laba, thot pejgamberi alaihi salatu wasallam, edhe nëse humbet, nëse domethënë largohet, për vetëm se nëse gjen domethënë në gjurmë e një shigjet ose hark të dikujt tjetrit. Atëherë domethënë ti nuk e di ai tjetri a e ka përmend emrin Allahut subhanahu wa taala, nuk e ka përmend, atëherë domethënë kur është çështja, kur ekziston dyshimi, atëherë domethënë njeriu domethënë i përmbahet kësaj çështjes dhe nuk han, i përmbahet dhe nuk han. Por ky hadith është i sakt si nxirri i tij deri te Amr ibn Shuaib. Nga aty domethënë nuk lidhet te babai i tij, te gjyshi i tij. Do të thotë që ky hadith ka dobësi.
sepse këtu është ky hadith në kundërshtim me hadithin që kaloi, se këtu thot Ebu Tha'leba që edhe nëse ka kap qeni dhe ka ngrënë për vete, a bone ta përdorun pastaj për mish për veten time? Përgjigjja është sipas hadithit, po. Kjo është në kundërshtim me hadithin i cili është i saktë dhe prandaj disa pjesë domethënë përputhen, disa pjesë të këtij hadithit përputhen domethënë me hadithin që kaloi, e disa pjesë domethënë janë në kundërshtim dhe kështu domethënë punohet me hadithin që kaloi të Adi ibn Hatim radiallahu anhu. Pastaj hadithi i radhës është hadithi 757, ku thot autori rahimahullah në Aisha radiallahu anha, anna qauman qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna qauman ya'tunana bilahmin la nadri a dhukira ismullahi alaihi am la. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا عليه أنتم وكلوا. قالت رضي الله عنها وكانوا حديث عهد بالكفر. رواه البخاري. Në këtu në këtë hadith, i cili e transmeton Aisha radiallahu anha, tha se kanë ardhur disa njerëz te pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe i kanë thënë: O i dërguari i Allahut, ka disa njerëz që na sjellin mish. Ka disa njerëz që na sjellin mish, por ne nuk e dim nëse e kanë përmend ata emrin e Allahut mbi të apo jo. Nuk e dim do. Na kanë sjell mishin, ne nuk e dim a kanë përmend emrin e Allahut apo jo. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha: përmendeni ju emrin e Allahut mbi të dhe hajeni. Përmendeni ju emrin e Allahut dhe hajeni. Sheikh Uthemini rahimahullah thot se realisht kjo pyetje nuk ka nevojë. Kjo pyetje nuk ka nevojë domethënë, por vazhdimësia ku e ka përmend Aisha radiallahu anha këtu wa kanu hadithi ahdi bil kufr, e tregon domethënë arsyen dhe justifikimin e bërjes së një pyetje të tillë. Se ajo tregoi domethënë se ata kanë qenë afër prej periudhës kur kanë qenë pabesimtar. Edhe nga ndoshta mosdia, mosnjohuri domethënë, nuk e kanë përmend emrin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo domethënë është shkaku pse domethënë është parashtruar kjo pyetje te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ata njerëz që u kanë sjell mishin domethënë kanë qenë afër, nuk kanë qenë shumë larg domethënë të periudhës kur kanë qenë domethënë pa besimtar. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë përmendeni ju emrin e Allahut subhanahu wa taala mbi të dhe përdoreni dhe hajeni mishin. Këtu thot Sheikh Uthemini rahimahullah se ky hadith tregon se është kusht domethënë kur do njeriu me therr kafshën prej kafshëve të lejuara që me përdor për mish, është kusht domethënë me përmend emrin Allahu subhanahu wa taala. Se nëse nuk do ishte kusht dhe obligim, atëherë s'kishte nevojë domethënë me pyet pejgamberin alayhi salatu wassalam. Na sjellin mish, si t'ja bëjmë, çish t'ja bëjmë, ku t'ja bëjmë. Jo. Ama ata e dishin domethënë se është kusht dhe është detyrë, atëherë domethënë e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kjo tregon po ashtu edhe kujdesin e sahabëve ridwanullahi alaihim që mos me bë domethënë diçka që është domethënë në kundërshtim me fen Allahut subhanahu wa taala dhe që i dëmton ata domethënë në çështjen e ahiretit. Thot Imam Uthemini rahimahullah që i dëmton ata në çështjen e ahiretit. Që muslimani domethënë duhet këtë pjesë kujdeset, që mos i dëmtohet atij çështja e ahiretit, për shkak çështjeve të dunjas. Për shkak çështjeve domethënë të dunjas. Këtu te fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam, semmu alayhi antum wa kulu. Domethënë përmendeni ju emrin e Allahut mbi të dhe hajeni. Thot Sheikh Uthemini rahimahullah, kjo është këtu kuptohet sikur se u thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju nuk mbani përgjegjësi për veprat e të tjerëve. A e kanë përmend ata ose nuk e kanë përmend ata? Për veprat e të tjerëve mban përgjegjësi vepruesi, kurse ju mbani përgjegjësi për veprat e tuaja. Andaj domethënë kur u vjen mishi, ajo që është
do të thonë në përgjithësi tuaj, është që ju do të thonë në ta përmendni emrin Allahu subhanahu wa ta'ala, që ta përmendni do të thonë emrin Allahu subhanahu wa ta'ala. Po këtu Sheikh Abadi hafidhahullah e përmend edhe një aspekt tjetër në lidhje me këtë hadith kur e ka shpjeguar Sheikhu hafidhahullah. Sheikhu thotë se këtu është në lidhje me mishin që vjen nga ehlul kitabi. Këtu është në lidhje me mishin që vjen nga ehlul kitabi, kur ata u sjellën muslimanëve mish. Dhe muslimanët nuk kanë njohuri se ata ehlul kitabi e kanë therat kafsh duke përmendur emrin e dikujt tjetër posa Allahut, ose nuk din ata do më thonë muslimanat se si dhe në çfarë metode do më thonë në e kanë therë ato do më thonë në atë kafsh. Nëse nuk din do më thonë, dhe baza është tek ata, baza është që ata e therin do më thonë si pas metodës e cila është e lejuar në fen tonë, dhe e din se nuk e përmendin do më thonë në emrin e dikujt tjetër, atër baza është to Sheikh Abadi hafidhahullah këtu, që ai mish lejohet, është i lejuar. Për vetëm se thot Sheikh Abadi, nëse dihet me dije të sigurt se ata ehlul kitabi e kanë therat mish ose i therin zakonisht kafshët e tyre tash në një kohë, në një vend, në një shtet, në një fshat, duke përmendur emrin e dikujt tjetër pos emrin Allahu subhanahu wa taala, kjo një. Dhe dihet, ndoshta ata do më thonë e përmendin emrin Allahu subhanahu wa taala, por metoda që e përdorin për therje nuk është metodë e saktë sipas fesë sonë. Kur e din ti se metoda është në kundërshtim me fen ton, atëherë thot Sheikh Abadi, nuk lejohet ai mish, dhe është ndaluar. Do thonë sot e dim ne në Zvicër, në Gjermani, në ato vende që e kanë të ndaluar, do më thonë, të theret mishi, sipas kushteve dhe rregullave të Islamit. Atëherë kur e din ti me siguri, ata kanë liç, ata po e bën e ti, ata do të fusin në burg. Atëherë mos thuaj, do më thonë, jo po kshu janë, ashtu janë, do më thonë, mos ja bo vetës qefin. Mos ja bo vetës, do më thonë, qefin. Po, realiteti është këtë që thot Sheikh Abadi. Kur e din ti me siguri se metodën e therjes që e përdorin ata është metodë në kundërshtim me fen ton, atëherë ai mish është i ndaluar. E thot Sheikh Abadi, ndodh që në disa vende therja e kafshës bëhet duke e goditur atë në fillim me do një mjet. Por para se me i dal shpirti, ajo theret. Nëse ajo theret, para se me i dal shpirti, ai mish është halal. Edhe pse ajo goditja nuk është me vend, edhe sakt. Po nëse ai kasapi mbrin që me e therë para se të vdes ajo, para se me i dal shpirti, atëherë mish është i lejuar. Po është përmend Sheikh Uthemini rahimullah këtu, se kjo temë, se është temë e gjerë, do më thonë, dhe temë, do më thonë, që i prek ato muslimanat që jetojnë në vendet e perëndimit e kështu me radhë. Po edhe në vendet islame, do më thonë, që importohet, do më thonë, mish nga Brazili, nga ku e di vendet tjera kështu me radhë. Thotë Sheikh Uthemini rahimullah, se kjo temë është trajtuar të Lejnatu Daima, të Komisioni për Fetva në Saudi, dhe se dietarët kanë thonë dhe përgjigja ka qenë pse mishi i cili importohet në Saudi është i lejuar për konzumim për muslimanat që jetojnë atje, për shkak se ato thertorët, a i thonë ashtu? Thertorët, që janë do më thonë gjigante që importojnë do më thonë me tona e tona mish, Saudia ka njerëz vetit që i punson, që i dërgon në ato vende, që bëjnë mbikëqyrje. Shikoni do thonë kujdesin e Saudisë. Jo vetëm me i besu ati tjetërit në Brazil qorazi, në mënyrë të verbër,
jo po këta duken si njerëz të mirë, ku e di çfarë, jo. Çojnë musliman që i paguajnë vetëm me bo mbikëqyrje. A theret mishi sipas kushteve të Islamit, a jo. Kjo është që bën domethënë në Saudia në aspektin e mishit që importohet te ata, dhe kjo tregon domethënë thotë Sheikh Uthemini rahimullah që mishi që përdoret domethënë në Saudi është domethënë i lejuar, edhe pse është domethënë importuar nga vende të ndryshme që ku jetojnë domethënë në Ahlul Kitab. Po ashtu, thot Sheikh Uthemini rahimahullah, nëse importohet mishi nga një shtet ku ka Ahlul Kitab dhe ka domethënë në mushrikun. Ka edhe Ahlul Kitab, ka edhe mushrikun. Këtu në këtë rast domethënë lejohet me u siguru dhe me e verifiku këtë punë, a është ai kasapi pre Ahlul Kitabit ose pre mushrikëve. Po në momentin që e mëson se kasapi është pre Ahlul Kitabit, është nga teprimi me pyet a e ke përmend emrin dikujt tjetër, a e ke bo kështu, a ke bo ashtu. Atëherë domethënë nuk pyetet dhe është domethënë në ngarkesë. Dhe ne, thotë Sheikh Zejdi rahimullah, ma kulifna bihadha. Ne nuk jemi të ngarkuar me këtë, që me shku domethënë tash edhe me pyet. Edhe thotë Sheikh Uthemini rahimullah, se kjo çështja e pyetjes nuk mbaron. Se njerë dyshon te kasapi, pastaj dyshon te kafsha, a ishte prona e atit, po kush ishte pronari, a është ai vërtet, a mundet me dëshmu, po kush ai tjetri, kështu do thonë këto pyetjet nuk kanë fund. Kjo pyetje do thonë nuk kanë fund. Pra domethënë thotë edhe Sheikh Zejdi rahimullah, ai mishi që e blejmë domethënë në tregjet në ato domethënë mishtoret, është domethënë në mish që bën domethënë njeriu me e marr, me e blejt edhe me e përdor. Këtu në këtë çështje, edhe thotë Sheikh Uthemini rahimullah se ajo është prej el-wara, i dëmshëm domethënë, që e dëmton njeriu, ka disa njerëz prej xhawarixhve që e bëjnë këtë temë shumë të madhe. Jo mishi kështu, po edhe nëse ajo është prej Ahlul Kitabit, po edhe nëse është kështu, mundet ajo me qenë domethënë lloj vështirësi bëjnë. Sepse me këtë duan ata të shfaqin domethënë një farë lloj fetari. Se ata domethënë kujdesen nga e kanë mishin e kështu me radhë. Se janë të kujdesshëm. Edhe me këtë duan domethënë t'u bëjnë përshtypje njerëzve se shikoni fetarin ton. Kurse ata xhawarix nuk e kanë fare problem me i vra muslimanët. Këtu domethënë ku e kanë el-wara, a domethënë el-war që është diçka me lënë diçka që të bën dëm në ahiret. Kjo është definicioni e el-wara. Me lënë diçka që të bën dëm në ahiret. A nuk bën në ahiret dëm me vrani musliman? Kjo është puna sikurse ata që i kanë shku Abdullah ibn Omerit radiallahu anhu në Mekë dhe i kanë thënë, a bën këto lulet këto që rriten këtu afër Çabes me i pkut, me i marr. A ka thënë nga jeni ju? Ka thënë nga filan vendit. A ka thënë ju keni bo halal gjakun e sahabëve, tash bën pyeteni për këto. Për lulet dhe trendafilat. Kurse në anën tjetër keni vrarë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Kështu janë xhawarixh. Ama kur njeriu është ignorant, edhe i takon këta, japin përshtypje të mëdha, ti mendon se këta që kanë fetar. Shikoni si çfarë në për pikmëri dhe në çfarë shkallë domethënë të kujdesit janë këta njerëz. Edhe kur vjen puna që me i therr muslimanët i therrin. Edhe pse ata thonë la ilaha illallah, dëshmojnë wa anna Muhammeden rasulullah. Kjo është domethënë. Mos u mashtroni prej kësaj fetarie e ftoftë. Kjo është fetari e ftoftë. Nuk është fetari domethënë e saktë. Është fetari domethënë e gabuar dhe e devijuar. Dhe po ashtu, te ky hadith mësojmë domethënë, thot Sheikh Uthemini rahimahullah,
është fjala e pejgamberit alayhi salatu wasalam, "Sammu alayhi antum wa kulu." Do të thonë që në fillim të ngrënjes, kur do njëri me hangër bukë, me përmend emrin e Allahut subhanahu wa taala. Nëse thot Sheikh Uthaymin rahimahullah, ndodh që njeriu haron, sepse thot Imam Uthaymin rahimahullah dhe dëgjoni me vëmendje çka thot. Nëse ti nuk e përmend emrin e Allahut në fillim të ngrënjes, atëherë ty të shoqëron në atë bukë, në atë ngrënje, armiku yt më i madh dhe më i keq, shejtani. Se armiku më i madh është shejtani. Ai të shoqëron domethënë ty në atë bukë. Prandaj duhet në fillim të përmendet, e nëse ndodh që njeriu haron, atëherë e përmend ku i teket, ku i kujtohet. E nëse ndodh që nuk i kujtohet hiç deri në fund, kur mbaron, atëherë në fund thotë vetëm elhamdulillah. Kaq domethënë, edhe mbaroi puna e tij. Kurse është edhe te hadithi domethënë të Umar ibn Abi Salama radhiyallahu anhu, i cili ishte biri djali i Salama radhiyallahu anha, kur i vdiq baba Abu Salama radhiyallahu anhu dhe kur u martua Salama radhiyallahu anha me pejgamberin alayhi salatu wasalam, atëherë u rit Umar ibn Abi Salama radhiyallahu anhuma në shtëpinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe një ditë prej ditëve domethënë e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se si e lëvizte dorën e tij domethënë në atë pjatën, edhe i tha atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ghulam, o djalosh domethënë, semillah. Njëherë domethënë në fillim përmende emrin e Allahut, thua bismillah, semillah. Wa kul bi yaminik. Këta do thonë rregulla të ngrënjes, etik, norma. Wa kul bi yaminik, dhe ha me dorën e djathtë. Wa kul mimma yalik, dhe ha do thonë prej pjatës ajo që është para teje domethënë. Mos kalon anën tjetër. Ha prej pjatës domethënë që është ajo pjesa nga ana yte. Kanë rregulla domethënë që ja mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij djaloshit vogël, që ai mbajti mend tër jetën, ishte mësim. Dhe nuk ishte mësim vetëm për Omar ibn Abi Salama radhiyallahu anhu, por mësim për gjithë ummetin. Që kur me nis në hang me përmend emrin Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo tregon që ne edhe fëmijët tan duhet t'i mësojmë. Jo më thonë, jo po i vogël është, por edhe ky ka qenë i vogël këtu. Se nëse ai rritet edhe mësohet as e përmend emrin Allahut dhe han me dorën e majt, dhe han ku i teket dhe ku si teket, atë kur bëhet i madh mod nuk të dëgjon ai, sa e ka marrë si zanat. Është të praktiku, pastaj vështirë me e drejtu. Ran pim fillim domethënë me ja mësu këto sende bazike që të edukohet domethënë me edukat islame. Që të edukohet domethënë me edukat domethënë në islame. Pastaj hadithi i radhës është عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه خذف قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا متفق عليه وهذا لفظ مسلم. Në këtë transmetim që transmeton Said ibn Jubair radiallahu anhu wa rahima, tregon se një i afërmi i Abdullah ibn Mughaffal hodhi me guraleca. Bon të do thonë, gjuajtje me guraleca. Edhe ai, sahabiu i nderuar Abdullah ibn Mughaffal, e ndaloi dhe i tha: I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar një gjë e tillë dhe ka thënë: ai ose kjo vepër nuk kap gjahun. Për këtë shkak përmendet në këtë kapitull këtu. Kjo vepër, domethënë, nuk e kap gjahun, sepse thotë Sheikh Uthaymin rahimahullah, ajo s'ka fuqi. Edhe kjo është, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, kjo hedhja e guralecave është domethënë me gishtin tregues dhe gishtin e madh. Të vendoset domethënë guri, ai guraleci këtu, edhe të hidhet.
Po kjo nuk e pengon që dikush me na dal tash do një i mençëm, edhe me na thënë, jo po nevojë me gishin e mesëm edhe gishin e madh. Është njësoj. Është njësoj domethënë. Kjo është zakonisht, po mund të mendohet edhe me gishin e mesëm dhe gishin e madh, që me bë gjuajtje, nguraleca. Nuk bon, për shkak se ajo as gjahun e dëmton, e as nuk e dëmton edhe armikun. Në armikun s'u ne bësh as në sen. Po çka bon? Por e thyen dhëmbin dhe nxjerr syrin. Do ato që ke afër, ndoshta mundesh me nxjerr syrin. Ose dhëmbin me athy. Prandaj ka ndaluar pejgamberi alayhi salatu wasalam një gjë e tillë. Dhe thotë që Zejdi rahimahullah se ky i cili ka vepruar një gjë e tillë, i ka gjuajt ato guralecat me gishtin tregues dhe gishtin e madh, ka qenë domethënë i ri në moshë. Ka qenë i ri në moshë dhe nga ku e mësojmë se ka qenë i ri në moshë, sepse realiteti është ai ka qenë djali i Abdullah ibn Mughaffal. Ka qenë djali i tij. Ktu përmendet qarib, një i afërmi. Po ka transmetime tjera që përmend Sheikh Al-Albani rahimullah dhe Sheikh Uthaymin rahimullah, në ato transmetime shihet qartë domethënë se bëhet fjalë për djalin e tij, për djalin e Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu. Se ka pa djalin e tij tu vepru një gjë e tillë, e ka qortu dhe i ka thënë se pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka ndaluar një gjë e tillë, një veprim të tillë, atëri prap ka vazhdu, atëri ka thënë domethënë unë po të tregoj ty se pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka ndaluar një gjë e tillë, e ti prap vazhdon la ukellimuka abadan, unë nuk do flas me ty asnjëherë. Unë do të bojkotoj. Kjo është la ukellimuka abadan, do të bojkotoj. Thot Imam Uthaymin rahimahullah, se kjo tregon domethënë madhështinë e nderimit dhe vlerësimit të pasimit të sunetit të selefët. Shikoni këta fjalë. Kjo tregon madhështinë e nderimit dhe vlerësimit të pasimit të sunetit të selefët. Kështu është obligim çdo musliman me nderu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah se pasi në fillim domethënë ja tregoj argumentin, faktin, e mësoj me butësi, po pasi djali i tij vazhdoi me atë veprimtari, me atë vepër, atëherë u bëi ashpër me të. Shikoni, para kësaj ishte i butë, e mësoj me butësi, ngadalë. Po pasi që pa se ka kokforci, atëherë ndryshoi muhabeti. Sepse nuk është urtësi në çdo situatë dhe rrethan me përdor butësi. Po prej urtësisë është nga një herë me përdor ashpërsi, e nga një herë butësi. Kjo është edhe në Kur'an. Thot Imam Uthaymin rahimullah, po ti shikojsh suret të cilat, ajetet të cilat janë shpallura në Mekë përmbajnë ashpërsi, për shkak se atyrve që u drejtohet Allahu Teala janë njerëz inaçi, kokfort dhe mohues. Dhe po ti shohish, kjo flasim do thonë fil ghalib, në shumicën e rasteve, ka përjashtime. Dhe po ti shohish ajetet në Medinë, në shumicën e rasteve përmbajnë butësi, për shkak se ata janë mo besimtar, njerëz që kanë pranuar. Njerëz domethënë të nënshtruar ndaj urdhrave të Allahu subhanahu wa taala. Atëherë përdoren në ata butësi, se ata e pranojnë. Por kur nuk pranon, kur ka kokforci, kur ka këmbgulje, kur ka mohim, atëherë përdoret thuash urtësia të përdoret domethënë në ashpërsi. Edhe kjo është e saktë atëherë. Se disa e marrin edhe veç butësi. Butësi ndaj kujt? Ndaj kundërshtarëve të sunetit. Ne po kemi butësi me juve. Prandaj ju keni thënë disa herë, a është ashtu? Vëndin e rashapojës që se kemi sonte. Do më thonë, jemi të butë, a është ashtu? Ne jemi me selefit shumë të butë. Kjo është realiteti. Me selefit jemi të butë. Edhe të mëshirshëm. Edhe selefit në tërmjet vete. Janë të butë dhe të mëshirshëm. Dhe kanë vllaznillok dhe afrimitet. Po kur është puna, do më thonë, me kundërshtarin, me atit armikut, me atit, do më thonë, kundërshtarin,
që nuk e ngren kokën me sunetin e pejgamberit alayhi salatu. Atëherë nuk është këtu e kërkuar dhe e qolluar dhe sakt përdoresh domethënë në butësi. Se nuk qenë ka e urtësisë ju të përdorni ashpërsi, qenë ka shumë i ashpër. Shikoni këtu. La uhaddithuka abadan, nuk do flas me ty asnjëherë. Bëhet për djalin e tij, për djalin e tij. Ta shikoni imami i sunetit i kësaj kohës, Sheikhul Islami, Sheikh Al-Albani rahimahullah, thot, hexhri është dy llojesh. Këta hizbit këto fjalë të Sheikh Albanit duan t'i zhdukin, domethënë. Mos dalin t'i lexojnë selefit, se kuptojmë se ne jemi në hak, edhe Sheikh Albani ua ka thënë këtyrve të lodhurve, të Bekiralimit edhe atyrve, domethënë, ka thënë, këta me Sheikh Rabin, ata janë në hak. Ata janë në hak. Hexhri është dy llojesh. Hexhri për shkak të nefsit. Hexhri për shkak të nefsit vetë që e bën njeriu. Ky lloj hexhër, ky lloj bojkotim është i ndaluar. Edhe ti duhet ta dish në brendsinë tënde, a e bën për hir të Allahut ose e bën për hir të nefsit tënd. Se ka shumë që e lidhin hexhrin me çështjet e mekfetare, kurse realiteti në brendsinë e tij është çështje personale. Ja ka prish biznesin, ja ka prish tregtin, ja ka prish atë, ja ka prish atë tjetrën, edhe tash po i boj hexhërun se unë kam çështjen e fesë, unë kam nderin e fesë. Kurse në realitet në brendsinë e tij e ka çështjen e nefsit. Jo çështjen e me ngrit fenë Allahut subhanahu wa taala. Ti mundesh me mashtru mu sa dush dhe ku dush, po me Allahun si t'ja bësh. Unë si t'ja bëj Allahut atëherë, ditën e gjykimit. Si t'ja bëjmë? Ku do shkojmë? Ku do ikim? Ku do justifikohemi para Allahut subhanahu wa taala? Haroj njerëzit, fshi prej kokës, i mashtrove, i bone, kalove, nuk u zbulove. Po, në ditën e gjykimit, si t'ja bësh? Ku do shkojsh? Ku do shkojsh? Ku t'ja mbash? Imam Al-Albani rahimahullah thot, hexhri për shkak të nefsit të tij. Ky lloj hexhër nuk është i lejuar për vetëm se 3 ditë, dhe kjo është nga urtësia e ligjdhënësi, Allahu Teala. Sepse ndodh që njeriu për shkak çështje personale dhe kështu të acarohet. Edhe ai duhet koçëm gjaku të ftofet me reflektu, kjo është maksimum 3 ditë. Se ndoshta për një ditë është shkurt për njeriu. Edhe 2 ditë, po dita e 3 duhet domethënë të jenë emocione të qetësuara. Edhe më i miri është ai i cili jep selam parë. I pari domethënë që jep selam për atyre që janë të hidhruar mes vete. Dhe thot Imam Al-Albani rahimahullah, lloji i dytë i hexhrit është hexhër bojkotim për hir të Allahut. Ky lejohet, sikur se ka vepruar këtu Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu me djalin e tij. Me djalin e tij. Pra ky lloj hexhër nuk është domethënë për triumfimin e nefsit, por është për me triumfu feja Allahu subhanahu wa taala dhe që të mos preken kufit Allahu subhanahu wa taala. Ky lloj hexhër është i lejuar. Ky lloj hexhër është i lejuar. Edhe e përmend po ashtu Imam Al-Albani rahimullah dhe Imam Uthaymin rahimullah, edhe atë që ka vepruar Abdullah ibn Omeri radiyallahu anhuma me djalin e tij, që i ka treguar domethënë se mos me ndalu gratë nëse duan të shkojnë ata në xhami, atëherë ai ka thënë se s'du me lishu për shkak se njerëzit kanë ndryshuar. Ai ka thënë, unë të tregoj ty çka thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, dhe ti më thuash mua, unë nuk e do lishoj, nuk do flas me ty, dhe e ka bojkotuar deri në vdekje. Deri në vdekje. Kjo shala, kjo tregon madhështinë e nderimit dhe vlerësimit, pasimit sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam te selefët, e ka bojkotuar deri në vdekje. Dhe ki kujdes ja Abdallah. Këtu Sheikh Al-Albani rahimullah thot se djali Abdullah ibn Omeri ka pas një këndvështrim që e justifikon fjalën e tij, sepse ka fjalët e të Aishës radhiyallahu anha se sikur se të kishte pa pejgamberi alayhi salatu sa këto ndryshime që kanë ndodhur më vonë, ndoshta do a kishte ndaluar grave me shku në xhami. Edhe nga aspekti i veshjes e grave, edhe nga aspekti domethënë edhe i njerëzve dhe burrave natën që mundën mi damtu ato gratë të dopta. Megjithatë që ka pas një këndvështrim, thotë Sheikh Albani, ka një bazë.
po kur e ka kundërshtuar sunetin më ia tregu domethënë vendin, i ka thënë la ukellimu ke abadan, nuk do flas me ty më asnjëherë. Edhe ka bojkotuar deri në vdekje. Tash paramendoni domethënë për këto çështje dhe sa të ashpër dhe rigoros kanë qenë selefat ridwanullahi alejhim. Si do ishin sjellur selefat? Prandaj Sheh Rabia rahimullah thot, selefit në kohën tonë nuk e kanë ashpërsinë as 1/10 që kanë pas selefat kundër bidatçive. Si do kishin vepruar selefat ridwanullahi alejhim, e në krye të tyre sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Mughaffal, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, me Sejd Kutubin. Si do kishin vepruar domethënë me Sejd Kutubin, që s'ka lënë domethënë çështje për çështjeve të fesë për vetëm se ka fut devime. Si do ishin sjell ata me to? A do kishin thënë se është shahid? A do kishin thënë se ka qenë buri mirë, e ka pas një jetin të mirë, ja ka dash të mirën Islamit dhe muslimanëve, ka vdek për shahadetin? Si do ishin sjell këto një çështje domethënë që ka kundërshtuar dhe fëmijët e tyre, flasim për fëmijë domethënë, për fëmijët, aka më afër se fëmia. Edhe i kanë bojkotuar. E si është domethënë me Sejd Kutubin. Edhe pastaj këta ihwancat, tekfirca që janë në realitet, se ihwanul muslimin janë khawarij, tekfirjun, po thonë domethënë se ai qendrim jashari kishte thënë. Prit ta shohim ç'ish ka thënë sakt. Nëse e gjej këtu. Që e kishte qitë para disa ditë, ky qendrim jasharit të Shkupit, ajo që Allahu e ka zbritur për neve është Islami, jo demokracia. Muhammed Kutub. Do të thënë e citon Muhammed Kutubin, ajo që Allahu e ka zbritur për neve është Islami, jo demokracia. I themi fjalë e sakt, si ka thënë Aliu radhiyallahu anhu, fjalë e sakt po synojnë të kotën. Nëse është ashtu, atëherë gjykojeni Sejd Kutubit me Islamin. Nëse jeni pretendues se me të vërtet domethënë e ndjekni Islamin 100% në përpikmëri, atëherë merreni atë Islam, po Islamin e Ebubekrit edhe Omerit, jo Islamin e Hasan el-Bennas dhe Sejd Kutubit. Mere Islamin që ka ndjek Ebubekri dhe Omeri, që është shpallur Muhammedit alayhi salatu wassalam, dhe gjykoje Sejd Kutubin me atë Islam, me atë kuptim të sahabëve, me kuptimin e Abdullah ibn Omerit, me kuptimin e Abdullah ibn Mughaffalit radhiyallahu anhum, dhe gjykoje Sejd Kutubin. Atëherë do shohim domethënë, a gjykoni ju me vërtet me atë që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, ose gjykoni me epshin tuaj. Dhe këta i kini vetëm parola kështu, që mi mashtru muslimanët, dhe mi mashtru ata që nuk din, dhe nuk va njohin realitetin tuaj. Merreni dhe gjykojni atë imamin tuaj, të cilën e kanë të paprekshëm, të paprekshëm. Pra do më thonë, është përmend ky hadith këtu në këtë kapitull, për shkak se me ato guraleca domethënë s'bën me boxhu e tij, nuk e dëmtojnë domethënë gjahun, edhe atëherë është një gjë domethënë e ndaluar. Prandaj dhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se kur e ka bë një gjë e tillë djali Abdullah ibn Mughaffalit që ka kundërshtuar domethënë atë që e ka ndaluar pejgamberi alayhi salatu wassalam, kjo jep domethënë një farë lloj ndjenje për mos respektimin e sunnetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të cilin Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar ta ndjekim. Se ka thënë Allahu taala, wa ma atakumur rasul fakhudhu, atë që u jep juve pejgamberi i dërguari, merreni atë. Merreni atë. Dhe Allahu taala e ka ndaluar që ne ta kundërshtojmë domethënë në fjalën sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se Allahu taala thot falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri, le të kenë kujdes ata që kundërshtojnë domethënë
urdhrin e tij, urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim, që mos i kap domethënë ndonjë fitnë ose ndonjë dënim domethënë të dhimbshëm. Pastaj thot Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah në vazhdim, hadithi 759 an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la tattakhidhu shay'an fihi ar-ruhu gharadan. Këtë hadith që transmeton Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, mos e bëni asnjë krijesë që ka shpirt shënjestër. Mos e bëni asnjë krijesë, domethënë që ka shpirt, mjet, objekt për me domethënë me gjujt. Dhe po ashtu hadithi i radhës që janë domethënë me kuptim të përafërt, an Jabirin radhiyallahu anhu qal, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuqtala shay'un min ad-dawab sabran, rawahuma Muslim. Këto të dyja hadithe i ka transmetuar Imam Muslimi rahimahullah, dhe hadithi i dytë është i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ndaloi që ndonjë kafshë të vritej duke u mbajtur e lidhur për t'u vrarë. Do thonë e lidh atë kafshën edhe e përdor domethënë si objekt për me gjuajt. Kjo është po ashtu domethënë e ndaluar sepse Islami, kjo fe madhështore, ka vendosur rregulla. Ka vendosur rregulla për mbrojtjen e kafshëve. E sa madhështore duhet të jenë ato rregulla për mbrojtjen e gjakut të njeriut dhe nderi i tij dhe pasuria e tij. Këto domethënë janë në Muslim këto hadithe, Sahih Muslim. Rregulla për mbrojtjen e kafshëve para 1400 vjet e kusur. Sepse kjo domethënë i shkakton domethënë thotë Sheikh Uthaymin rahimullah dhimbje kafshës dhe është humbje të pasurisë dhe lojë dhe keq përdorim. Prandaj domethënë janë rregulla për mbrojtjen e kafshëve. Si është domethënë në atëherë çështja e njeriut. Çështja domethënë e njeriut. Por ata që i mësojnë domethënë librat e Sejt Kutubit, ata se kanë fare problem se kanë ata me i vra muslimanët. Dhe librat e Sejt Kutubit janë burimi kryesor në kohën tonë domethënë ku thithin dije xhawarixët. Për pastaj domethënë me i vra muslimanët. Se ku kanë tentuar ata me ngrit shtetin islamik si pas pretendimeve të tyre? A kanë tentuar në Francë, në Gjermani, në Belgjik ose Zvicër e Itali? Jo, në vendet muslimane, ku ju jetojnë muslimanët. Aty kanë tentuar që të zhbojnë domethënë ato gjitha gjakderdhje dhe atë prishjen tokë. Me pretekstin domethënë ne po duam me zbatu domethënë shariatin Allahu subhanahu wa taala me ignorancën e tyre, me librat e Sejt Kutubit, që ka qenë ignorant, i përbër dhe i devijuar Sejt Kutubi. Pra domethënë thot Sheikh Uthaymin rahimahullah, po ashtu se feja islame sikur e mëshiron njeriu, i mëshiron domethënë edhe kafshët. I mëshiron domethënë edhe kafshët. Dhe prej këtij hadithit po ashtu mësohet dhe kuptohet se njeriu i cili don, sepse kjo është edhe shkaku dhe synimi pse autori Ibn Abdul Hadi rahimahullah ka përmend këto hadithe këtu, është shkaku, synimi dhe qëllimi që njeriu domethënë patjetër i cili do me bë domethënë me bë gjuhëti, me mësu domethënë. Jo ai shkon e vret veten e tij domethënë ose dëmton. Atëherë ti që ta mësojsh veten tënde, që ta ushtrojsh, duhet domethënë me pas diçka një objekt që e ke si pik domethënë synimi kur ushtron, kur godet. Po ajo që është objekti pik synimi domethënë objekt shënjestër domethënë, nuk guxon me qenë kafsh e cila domethënë ka shpirt. Nuk guxon domethënë me qenë kafsh e cila ka domethënë shpirt. Një gjë e tillë domethënë është e ndaluar në bazë këtyre haditheve. Po merr diçka domethënë ndonjë hekër,
do një dru, do një diçka, do një lëkur për shembull, e kështu me radhë domethënë, po jo asesi domethënë në kafsh. Sepse ka një transmetim që transmeton domethënë Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu ma ku thot se kush e bën një gjë e tillë që e merr kafshën të gjallë për shënjestër, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, la'ana Allahu man fa'ala hadha. Allahu ka mallkuar atë person i cili e bën një gjë e tillë. La'ana Allah man fa'ala hadha. Ka thënë Allahu e mallkon atë person i cili e bën një gjë, një veprim i tillë. Pastaj hadithi i radhës është hadith pak i gjatë nga Rafi ibn Khatijin radiallahu anhu, ku i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ne nesër do përballemi me armikun ton. Do përballemi me armikun ton dhe nuk kemi me vete thika. Kjo nuk kemi me vete thik ose thika është për qëllim ne nëse i përdorim tash siç që do e shohim në vim, nëse i përdorim ato shpatët tona për therje, ata do psohen edhe pastaj nuk mundemi do jemi më të dobët në përballjen me armikun. Atëherë si t'ja bëjmë me ato me kafshët, si t'i therim që nga njërën anë mos i dobësojmë shpatët tona, po në anën tjetër që me e realizu një gjë e tillë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mëson që mos me përdor për therje çështja e sin wal dhafru. Mos me përdor çështjen e fjalë për fjalë përkthyme dhembin dhe thojnë. Thojt dhe dhembin. Çka është dhembi? I thot pejgamberi alaihi salatu wasallam, ose uhaddithuk amma sinnu fa'adhmun. Sa i përket dhembi është për qëllim koci eshtrat. Mos me marr eshtrat, se eshtra në realitet mundesh me përdor për therje. Ajo e mprehme është disa. Ama këtu ky teksti sheriatik na mëson neve se ajo nuk është mjet për me i therr kafshët, nuk është mjet. Sepse kët e kanë përdor e kanë përdor njerëzit e Abesinis, ehlul Habesha. Wa amma dhafru fa mudda al-Habesha. Dhe po ashtu thoi, është e përdorin po ashtu njerëzit e Habesha, Abesinis, e përdorin si thik. E përdorin si thik. Dhe tregon Rafi radiallahu anhu, wa asabna nahba ibilin wa ghanemin. Dhe patëm në plaçk të luftës që kishte në plaçkën e saj edhe deve edhe dele. Fanedda minha ba'ir, dhe një prej deveve u largu. Një prej deveve u largua faramahu rajulun bi sahmin fahabasa. Dhe njëri prej të pranishmeve prej muslimanëve e goditi me shtizën e tij. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li hadhihi al-ibil awabida ka awabid al-wahsh, fa idha ghalabakum minha shay'un fasna'u bihi hakadha. Këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pa këtë rast, këtë situatë, tha, vërtet dhe e gërsohen si kafshët e egra. Kur do njëra prej tyre ju del jashtë kontrollit, veproni me të në këtë mënyrë. Veproni me të në këtë mënyrë. Thotë Sheikh Zejdi rahimahullah në shpjegimin e këtij hadithit se lejohet të theren kafshët, të cilat janë të lejuara për mishi i tyre me çdo mjet për vetëm se këto përjashtime që janë bërë këtu. Do të ato mjetet të lejuara është diçka prej metalit, ose edhe diçka thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, guri, me qenë gur, do shohim në vazhdim hadithin tash, ose do një dru. Dru që është impreht përpara, atëherë bën të përdoret, sepse qëllimi është këtu kur pritet kafsha me lishu me lishu gjak. Për vetëm se ato përjashtime që janë të përmendura në këtë hadith. Çështja e eshtrave që nuk lejohet,
dhe po ashtu edhe çështja e thojve. Edhe thot Shekh Zejdi rahimahullah, që për keqardhje do më thonë, se kjo rritja e thojve, ose njërit të thojve, ndodhë do më thonë edhe në radhët e disa prej fëmijëve të muslimanëve, që ata do më thonë janë ndikuar do më thonë prej njerëzve të huaj, edhe i rrisin thojt, ose të gishti vogël, ose kodit të cili gisht, bëjnë do më thonë sene të tilla, që është imitim do më thonë të njerëzve të kufrit. Edhe thot Shekh Zejdi rahimahullah, sa i përket e sinnu, do thonë që është e njohur ajo eshtrat për njerëzit e njeriut, prej kafshëve që janë të lejuara, me gjithë atë thot Shekh Zejdi rahimahullah, që ajo ka disa eshtra do thonë që janë prehta dhe do thonë realizohet therja me to, po në bazë të këtij tekstit këtu, atëherë do thonë nuk lejohet. Pasaj hadithi radhës an Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu anna imra'atan dhabahat shatan bihajar fasuila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa amara bi akliha rawahu al-Bukhari. Këtu në këtë hadith që transmeton Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, ku thot se një grua theri një dele me një gur. E theri delen me një gur. Pastaj u pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë dhe ai urdhëroi që ajo të hahet. Do thonë ishte domethënë në e lejuar, por guri të jetë mpreht. Do thonë kjo është domethënë kushti dhe thot po ashtu Shekh Zejdi rahimahullah, kjo tregon, ky hadith aludon dhe na mëson se therja bën të bëhet edhe nga gratë, por me pas njohuri, ajo gruaja domethënë me pas njohuri. Me pas njohuri domethënë atëherë lejohet domethënë që ajo me therrë kafshën, qoftë dele si këtu, qoftë lop ose qoftë edhe deve. Edhe si faida, si dobi shtesë, e përmend edhe Imam Uthejmini rahimahullah çështjen e gruas që është me menstruacione. Edhe nëse është me menstruacione, nuk e pengon nga therja e kafshës. Edhe nëse bëhet fjalë për kurbanin. Edhe nëse bëhet fjalë domethënë në çështja e kurbanit. Pastaj hadithi I radhës, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah an Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليريح ذبيحته رواه مسلم. Këtu tregon sahabiu I nderuar Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu, thot dy gjëra I kam memorizuar nga I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ku ka thënë domethënë, vërtet Allahu e ka bërë të detyrueshme mirësinë në çdo gjë. Prandaj kur të vrisni në mënyrë më të mirë dhe kur të therrni në mënyrë më të mirë. Le të mprehet secili prej jush thikën e tij dhe le t'ja lehtësoj kafshës që po e therr. Dhe thot Shekh Zejdi rahimahullah, el ihsan, do thonë mirësia dhe bamirësia është domethënë e kërkuara në çdo çështje. Dhe Islami ka domethënë 3 shkallë. Shkalla e parë është shkalla e Islamit, mertebatul Islam, shkalla e dytë është shkalla e imanit dhe shkalla e tretë dhe më e larta është shkalla e ihsanit. Prandaj kërkohet dhe Allahu Taala ka thënë ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, dhe domethënë bëheni vepër mirë ose vepër bërës të mirë, sepse Allahu domethënë I do ata që bëjnë në mirë. Dhe thotë Shekh Zejdi rahimullah, njeriu me bë ahsinu fil i'tiqad, domethënë me qenë I mirë dhe I sakt në besimin tënd, me besu domethënë në mënyrë të saktë. Cila është mënyra e saktë që është në Kur'an Sunet sipas kuptimit të selefus salih. Edhe me po ihsan në namazin tënd, që me fal namazin domethënë në sipas rregullave dhe kushteve, obligimeve, si na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe me bo haxhin, me bo ihsan si e ka bu pejgamberi alaihi salatu wasallam, edhe te çështja e zakatit, edhe te çështja e axhirimit, edhe te çështja e umrës, edhe te çështja e kërkimit të dijes, edhe te çështja e xhihadit, edhe te çështja e urdhërimit për të mirë dhe ndalimin nga e keqja.
Në të gjitha këto çështje domethënë kërkohet që njeriu me qenë domethënë në muhsin. Edhe po ashtu edhe në këtë çështje, të çështja domethënë e therrjes së kafshës, që me qenë sa më e lehtë. Si është sa më e lehtë që të jetë ajo domethënë mjeti i mprehtë, që mos me mundu shumë domethënë në kafshën. Dhe hadithi i fundit në këtë kapitull është hadithi 764, thot Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul janin zakatu ummihi. Përkthimi i hadithit është therrja e nonës së saj është therrje edhe për kafshën e vogël në bark. Kjo më duket pyetja që ma bone para 2 javë ose diçka. Do thonë, therrja e nonës së saj është therrje edhe për kafshën e vogël në bark. Pra, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, qoftë ajo deve, ose lop, ose edhe dele, ose edhe gjah, që e ke kap domethënë në gjuhë e tij. Nëse është therrur ajo kafshë, ta them tash dele, edhe ka pas ajo domethënë në një të vogël në barkun e saj. Kur del ajo dhe është po ashtu domethënë e vdekme, nuk ka nevojë mi bë asaj asnjë send, thotë Sheikh Zejdi rahimullah. Sepse sipas hadithit, zakatul janin zakatu ummihi, domethënë therrja e nënës së saj është therrje llogaritet edhe për kafshën e vogël në bark. Nëse del ajo, domethënë e vdekët atëherë, e vdekme është. Por thotë Sheikh Zejdi rahimullah, lakin idha kharaja hayyan, nëse del ajo e vogla prej barkut, e gjallë është, ka lëvizje, atëherë domethënë është obligim që me e therr edhe atë. Është obligim domethënë me e therr domethënë edhe atë. Por nëse del e vdekët, atëherë domethënë mjafton atë që ja ke bën nënës së saj. Po nëse del e gjallë, atëherë duhet patjetër edhe atë ta therrish. E pra jemi edhe në fund të këtij kapitullit. Atëherë në mësimin e radhës, biidhnillahi taala do të mësojmë Kitabul At'ima, libri domethënë i ushqimeve. Por kjo na mbet domethënë për mësimin e radhës. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.